Samiti I procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore I mbajtur sot në Tiranë, inkurajoi përpjekjet për forcimin e stabilitetit dhe prosperitetit përmes bashkëpunimit rajonal dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Në këtë frym, motoja e kryesisë son, të formësojmë të ardhmen tonë europiane, udhëhoqi këtë proces reflektimi dhe dialogu. Diskutimet e zhvilluara shërbyen për të thelluar dialogun konstruktiv dhe për të riafirmuar përkushtimin tonë ndaj një të ardhmeve të përbashkët europiane. Integrimi gradual I vendeve aspirante në Bashkimin Evropian është një prioritet kyç, jo vetëm për zhvillimin politik dhe ekonomik të rajonit, por edhe për rëndësinë e rajonit të Europës Juglindore për stabilitetin dhe prosperitetin evropian. Ky proces kërkon reforma të qëndrueshme në fushat e qeverisjes, sundimit ligjit, zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal. Ndërkohë që vendet aspirante përballen me sfida për përmbushjen e standardeve, integrimi mbetet një hap vendimtar drejt një Europe më të bashkuar e më të sigurt. Vullneti politik dhe angazhimi I ndërsjellët janë të nevojshëm për të ruajtur ritmin e reformave dhe për të rritur besimin në proces. Potenciali I rajonit për zhvillim është I madh. Procesi I pranimit në Bashkimin Evropian është një mjet transformues për nxitjen e paqes, stabilitetit dhe mirëqenies. Vendet e Bashkimit Evropian antarë të nismës së ECP-s kanë një rol të rëndësishëm në mbështetjen e integrimit të vendeve aspirante për në Bashkimin Evropian, në tregun e përbashkët dhe zvoglimin e ndekut ekonomik e social të tyre me Bashkimin Evropian. Është shumë I rëndësishëm adresimi për zgjidhje I të gjitha sfidave, sidomos ulja e pabarazive në zhvillim dhe mangësitë aktuale infrastrukturore në Europën Juglindore, si dhe arritja e konvergjencës së lidhjes në të gjithë Bashkimin Evropian. Përparimet e bashkëpunimit rajonal janë të prekshme. Procesi I zgjerimit të Bashkimit Evropian nuk lidhet vetëm me integrimin ekonomik dhe reformat politike, por edhe me forcimin e sigurisë europiane. Lufta në Ukrainë ka treguar qartë se paqja, siguria dhe stabiliteti në Europën Juglindore janë pjesë e arkitekturës më të gjerë europiane të sigurisë. Shqipëria shpreh shqetësim për tensionet në rritje mes Izraelit dhe Iranit. Ky konflikt ka pasoja serioze për lindjen e mesme dhe më gjerë. Shqipëria riafirmon të drejtën e Izraelit për sigurinë dhe mbrojtjen e qytetarëve të vet. Po ashtu, I bën thirrje Iranit të ndalojë programet bërtamore dhe balistike dhe të përmbush detyrimet e tij në përputhje me ligjin ndërkombëtar, përfshirë traktatin për mospërhapjen e armëve bërtamore. Shqipëria I bën thirrje të gjitha palëve për përmbajtje maksimale dhe përpjekje diplomatike për të shtensionuar situatën dhe për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme. Për Europën Juglindore, këto konflikte janë një paralajmërim dhe një kujtesë për brishtësinë e paqes dhe shpejtësinë me të cilën mund të përhapet paqëndrueshmëria. Shqipëria do të vazhdojë të luajë një rol aktiv dhe të përgjegjshëm në bashkëpunimin rajonal dhe mbetet e përkushtuar ndaj parimeve të kësaj platforme dhe çështjeve të rëndësishme që lidhen me stabilitetin rajonal, zhvillimin ekonomik dhe reformat drejt integrimit evropian. Ne rikonfirmojmë angazhimin tonë për marrëdhënie të fqinjësisë së mirë, bashkëpunim rajonal dhe promovim të paqes, stabilitetit dhe prosperitetit. Për këtë arsye, vendet e BE-s duhet të ofrojnë mbështetje politike dhe konkrete për vendet aspirante në Bashkimin Evropian, në rrugën e tyre të antarësimit, në agjendën e reformave, duke garantuar që perspektiva e integrimit të mbetet reale, e prekshme dhe e besueshme për gjithë rajonin. Shqipëria po ecën me ritëm të shpejtë drejt integrimit evropian, teksa vijojmë të qëndrojmë besnik vlerave demokratike të Aleancës Euroatlantike. Qëllimi ynë strategjik mbetjet mbyllja e procesit të negociatave deri në vitin 2027 dhe antarësimi në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030. Ne po punojmë intensivisht për të arritur këtë synim mallor dhe kryesimi I SECP-s ishte tjetër dëshmi e seriozitetit ton në rrugtimin evropian. Faleminderit. Ftoj presidenten, shkëlqësinë e saj, zonjën Gordana Siljanovska Datkov. I dëzuar president Reda, të dashur përfaqësues të medias, pas vitit fundit
të samitit në Shkup. Unë jam e kënaqur që përsëri jam pjesë e këtij procesi dhe urime për organizimin dhe gjithashtu mirënjohje për gjithçka ata që kanë bërë për arritjen e prioriteteve të përbashkëta. Ne të gjithë jemi të ndërgjegjshëm që rruga drejt të ardhmes europiane ecën nëpërmjet bashkëpunimit rajonal, kështu që mirënjohje për solidaritetin e treguar mbas ne nuk do të harrojmë kur këtë solidaritet, një humanitet i tillë dhe një kujdes i tillë nga kjo do të thotë që solidariteti rajonal nuk është thjesht vlerë, por një praktikë e vërtetë. Sot u nënxita, u pash që solidariteti nuk duhet të mbetet një gjest i izoluar, po duhet që të bëhet një element thelbësor në ngritjen e sigurie të sigurt si themel për ndryshimet, jo vetëm për të reaguar karshi krizave, por bashkëpunimi, siç e thash, duhet që të drejtohen përkundrejt zhvillimit të qëndrueshëm dhe ajo që është më e rëndësishme drejt vlerat dhe të ardhmes europiane, por dua të them gjithashtu se ka pengesat që kanë ndaluar ose kanë penguar integrimin europian të rajonit. Them se ka tragjedi dhe gjithashtu përsëritje nga e shkuara që ne në fakt thuhet që jemi periferia, por unë thash gjithashtu që ka nevojë për të ndryshuar bilateralizimin në integrim, sepse që nga të afërmit e afërt ne kemi mirëkuptimin më të madh. Një veprime të tilla, të cilat nuk do të ndalojnë rastin ton, jo vetëm që nuk do të pengojnë procesin, po do të forcojnë perceptimin e Ballkanit që nuk është akoma për Bashkimin Evropian. Kjo do të thotë që ne jemi përgjegjës si udhëheqës për të ndryshuar këtë narrativ dhe këtë tendencë, sepse ata ndikojnë fuqimisht pamjen e rajonit, që ne në fakt, sidomos vendi tim, ne po hasemi me eksode dhe me depopullim. Dhe të rinjt po largohen nga vendet tona dhe kjo në fakt është një tendencë e konsiderueshme. Kjo ndodh jo vetëm në ekonomi, por gjithashtu edhe ne duhet që ti mbajmë ata në vendet tona. Mesazhi është që ne nuk duhet të bëhemi një periferi gjeoekonomike, ne na duhet bashkëpunim në kuptimin e infrastrukturës, energjisë, digitalizim, sepse nëpërmjet bashkëpunimit ne do të ndërtojmë një rajon më konkurrues. Unë shpesh them që ne nuk duhet të presim që të respektohemi nëse nuk respektojmë njëri tjetrin. Pra ne mbështesim integrimin e përbashkët dhe integrimin e tregut tonë në Bashkimin Evropian, dhe kjo duhet të lidhet me reformat, dhe kjo në fakt na ka dhënë mundësi ose na jep mundësinë për planin e rritjes. Unë them shpesh që sa më të bashkuar të jemi, aq më të rezistent do të jemi karshi sfidave. Unë besoj në unitetin rajonal dhe bëj thirrje për një zë të fuqishëm rajonal që do të jap formë të ardhmes tonë në Europë, dhe një fjalë në lidhje me këtë zë, dhe kjo nuk duhet të jetë pjesë gjeografike, por gjithashtu edhe një pjesë historike dhe nëse ne bëhemi pjesë politike, po në fakt ky nuk është thjesht reintegrim, unë e quaj riunifikim, sepse nuk do të përfundoj pa ne Bashkimi Evropian. Faleminderit.